Pas shembjes së shpatëve të malit që ka ndodhur në disa raste në rrugën Qukës-Qaf-Ploç, derisa disa ditë më parë sollën bllokimin total të këtij aksi, situata duket se është përkeqësuar ndjeshëm. Sipas raportimeve të fundit, në lotin e dytë të kësaj rruge, në një segment mbi fshatin Malin, traseja e rrugës është qarë në disa pjesë, duke vendosur në pikë pyetje standardet që janë zbatuar gjatë ndërtimit. Për disa metra, traseja e rrugës është qarë dhe batisur në pjertësi të konsiderueshme. Sipas banorëve të zonës, rruga ka rrëshqitur edhe më herët gjatë kohës që ka qenë në ndërtim, por kompania ka vazhduar punimet duke mos zgjidhur problemin e ujrave të shiut që vijnë nga mali. Sot, në më shumë se 20 metra gjatësi, rruga dhe traseja e saj është qarë duke rrezikuar seriozisht mjetet që kalojnë. Kjo rrugë kushtoi plot 260 milion euro për të ndërtuar dhe janë dashur 16 vite punë. Në vetëm disa muaj, rruga ka shfaqur me 10 probleme në pjesë të ndryshme të saj, duke nxjerrë në pa se punimet nuk janë as pak cilësore.